Harrojini farmaci, trëndafili egër sekreti që trajton këto 9 sëmundje. Trëndafili egër ose roza canina është ndër bimët medicinale më të çmuara me vlera të forta shëndetësore. Shqipëria është një nga vendet e bekuara me këtë bimë të veçantë. Në këtë video, sipas ekspertëve të Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i trëndafilit të egër në dietat tuaja. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Atë mund ta përdorni sipas mundësisë për të lehtësuar problemet e reumatizmës, diabetit, problemet e zemrës, por mund ta përdorni gjithashtu edhe për të përmirësuar imunitetin tuaj në mënyra të ndryshme. Përfshirja e trëndafilit të egër në përditshmërinë e dietave tuaja mund të ketë ndikime të mira në luftën kundër një sër komplikacionesh. Trëndafili i egër është një bimë që rritet në shkure dhe vlerat e tij në kurimin e sëmundjeve janë të pallogaritshme. Në mjekësinë popullore, pjesët që ndihmojnë në lehtësimin e problemeve janë frutat, që përfitohen pas tharjes së luleve. Frutat e trëndafilit të egër ndihmojnë mjaft në lehtësimin e disa problemeve mjaft të përhapura. Një ndihmë ka dhënë edhe të sëmurëve me anemi. Për rritjen e numrit të rruzave të kuqe të gjakut dhe të hemoglobinës, mjekët këshillojnë që të sëmurët të pinë 2 herë në ditë nga një gotë me çaj në përfituar nga bima e trëndafilit të egër. Për përgatitjen e çajit nevojiten 7 kokra të copëzuara mirë të frutit, të cilat hidhen në një enë me ujë dhe lihen të zihen për 10 minuta. Më pas ëmbëlsohet dhe pihet çdo ditë para buke. Rezultate më të mira kjo bimë do t'jap edhe në parandalimin e sëmundjeve të mushkërive të shkaktuara nga ftohja dhe pirja e tepërt e duhanit. Gjithashtu ajo mund t'japë përmirësime më të mirë edhe kundër shfaqjes së kollës. Mënyra më e mirë për largimin e këtij është edhe çaji trëndafilit. Çaji duhet të pihet disa herë në ditë derisa të keni shërimin e plotë. Kur kolla të mos ketë lënë gjurmë, ashtu si shumë bime të tjera, trëndafili i egër është një qetësues i shkëlqyer i dhimbjeve të stomakut dhe fryrjeve të barkut gjatë ftohjes. Mjekët popullor këshillojnë 2 gota çaj në ditë para buke dhe shqetësimi do të largohet në mënyrë më të shpejtë. Edhe pse qetësimet e dhimbjeve të kokës me prejardhje nervore, ky çaj jep efekte të menjëhershme në lehtësimin e tij. Te njerëzit të cilët vuajnë nga depresioni këshillohet të pihet çaj i përfituar nga trëndafili. Pirja e çajit çdo ditë ndihmon në lehtësimin e situatave tuaja. Jo vetëm frutat e bimës, por edhe vaji që nxirret nga gjethet e tij mund të lehtësojë komplikacione të caktuara. Rezultate të shkëlqyera jep në shqetësimin e tëmthit dhe rrit gjithashtu sasinë e lëngut në të. 6 deri në 7 pika të vajit hidhen në një gjysmë gote dhe mund të konsumohen çdo mëngjes sipas nevojës suaj. Por nëse e përdorni atë kundër këtyre komplikacioneve, si fillim duhet të konsultoheni me mjekun tuaj edhe për të përdorur në mënyrën e duhur. Një përbërës tjetër tek vaji i tij mund të jetë gjithashtu një lehtësues kundër piksjeve të gjakut dhe problemeve të hemoglobinës. Në këtë rast mund të përdorni atë edhe si një mënyrë për të lyer lëkurën dhe për të evituar komplikacionet e saj. Trëndafili i egër ose roza canina, siç quhet në latinisht, është një bimë që mund të gjendet kudo në vendin tonë dhe përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet mbërslënse. Duke nisur kështu që nga pesha, trëndafili i egër mund të ndihmojë shumë aspekte të shëndetit tuaj dhe mund të mbajë larg komplikacionet e tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtojeni atë në të mirë të organizmit. Përgatitja e dozave të trëndafilit në rast se vuani nga komplikacionet të shëndetit, duhet t'i bëni gjithmonë në mbikëqyrjen e një mjeku për të evituar kështu gabimet në përdorim. Kokrat e trëndafilit të egër janë bimë medicinale me efekte të fuqishme për organizmin e njeriut. Kokrat e trëndafilit të egër thahen dhe gjithashtu janë të gatshme për të përcjellë të gjitha vlerat e tyre karakteristike për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e shqetësimeve të trupit. Meqindra familje shqiptare e kanë aktivitet jetësor mbledhjen e kokrave të trëndafilit të egër, por gjithashtu edhe të bimëve të tjera, të cilat mund të kenë edhe destinacion final eksportin. Ekspertët e cilësojnë trëndafilin e egër si një nga përzgjedhjet më të mira shëndetësore edhe për të përmirësuar organizmin dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij.
Shtoheni atë në dietat tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni do të jenë lehtësuese për ju. Trëndafili egër ose roza kanina ka vendlindjen në Europë dhe vendi ynë është një nga vendet e bekuara me këtë superbim. Kjo shkure e egër me degë gjëmbore që arrin deri në 4 metra lartësi ka një rrënjë të gjatë gjithashtu dhe fibroze. Degët e saj qelin lule të bardha ose ngjyrë roz nga 5 deri në 7 petale nga fillimi i pranverës deri në mes të verës. Kokrat e trëndafilit e egër gjithashtu përmbajnë edhe element të mirë medicinal, që mund të mbajnë larg komplikacione dhe të sjellin një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Trëndafili i egër është një bimë që praktikisht mund të sjellë shumë përfitime në situatat tuaja. Kokrat e tij mund të përdoren sipas nevojave të organizmit dhe të evitojnë gjithashtu komplikacionet që i kanosen shëndetit tuaj. Ekspertët thonë se kokrat e trëndafilit e egër do t'i japin nivele të mira të antioksidantëve për shëndetin. Si një ndihmë kjo është shumë e rëndësishme në betejën kundër komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së shëndetit. Vlerat e antioksidantëve të trëndafilit e egër do të bëjnë ndryshime parësore në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Këto kokra që kanë nëpër masat e qershive janë një thesar i vërtet edhe i elementëve ushqyes që i ofrojnë shëndetit të njeriut. Ato përmbajnë karotenoide dhe substanca të tjera bioaktive, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Prandaj, nëse doni të merrni përfitimet që ka trëndafili i egër dhe të antioksidantëve të tij, sigurohuni ta përdorni atë në përditshmërinë e dietave tuaja. Trëndafili i egër është një bimë që praktikisht mund të japë rezultate mjaft të mira edhe kundër luhatjeve të papritura të sheqerit në trup. Ekspertët e bimëve mjekësore në Turqi e kanë përdorur shpesh trëndafilin e egër për të trajtuar kështu luhatjet e sheqerit dhe për të parandaluar një sër komplikacionesh të organizmit. Shkencëtarët në Universitetin Gazi kryen disa eksperimente për të ekzaminuar rolin e trëndafilit e egër në parandalimin e këtyre komplikacioneve dhe arritën në përfundimin se ai është një produkt fantastik në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e shqetësimeve të tij. Ndaj në këto raste, përdorime të tilla të trëndafilit e egër do të luajë një rol pozitiv për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Përdoreni atë si duhet dhe gjithashtu rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Trëndafili i egër është një bimë që praktikisht mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të lëkurës. Kur lëkura e njeriut lëndohet nga rrezet e tepërta të diellit, ajo krijon terrene të përshtatshme për komplikacione të ndryshme. Ndaj, përdorime të tilla të trëndafilit e egër mund të jenë një ndihmë mjaft efikase për shëndetin tuaj dhe lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Trëndafili i egër është një bimë që praktikisht mund të sjellë shumë përfitime për mbrojtjen e shëndetit, dhe si e tillë mund të ndikojë edhe në mbrojtjen e lëkurës suaj. Duke mbrojtur atë kundër rrezeve të tepërta të diellit dhe duke i dhuruar një efektivitet më të mirë ushqyes. Trëndafili i egër mund të ndihmojë edhe shëndetin tuaj të zemrës. Trëndafili i egër është i mirë për shëndetin e zemrës tek personat të cilët do vuajnë nga obeziteti. Sipas të dhënave të Healthline, trëndafili i egër ul nivelin e tensionit të gjakut dhe të kolesterolit, shkaktarët kryesorë që nxisin inflamacione të shëndetit dhe krijojnë kështu komplikacione të tij. Si rrjedhoi, trëndafili i egër do të ulë gjasat e sëmundjeve kardiovaskulare dhe humbjen e jetës në mënyrë të parakohshme nga këto komplikacione. Shumë studime të tjera kanë treguar se përfshirja e trëndafilit e egër në dietat tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Trëndafili i egër ka veti superiore për reduktimin e inflamacioneve dhe nxitjen e një organizmi më të mbrojtur. Nëse vuani shpesh nga ftohja, atëherë përdorimi i trëndafilit e egër mund të jetë në ndihmë të mirë për shëndetin tuaj në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Trëndafili i egër përmban nivele të larta të vitaminave C, të cilat mund të japin rezultate fantastike për rritjen e imunitetit. Vëmendje, ju bëj me dijer se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.